Përshëndetje, selam aleikum, fatja e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miq anë mban botës. Faleminderit Isak. Uroj të jeni mirë, faleminderit Valon. Pes, mos vazhdoni më shumë. Jo, i kam të ngjitne. 8 copa, vamta i kime protesa. Kam të ngjitme. Te doktor Jahja, këtu të stacioni autobusave, i ka shumë klinikën e mirë. Në Prishtinë, në Facebook, në TikTok e keni DR Jahja. Nëse jenon e dikujt rri si non, të respektoj si non, po mos del në portale si TikToku. Pse çka po bëj unë si në TikTok? Pse jeti atër Habibi? Elhamdulillah, TikToku, rrjetet sociale janë bekim. Faleminderit Isak. Ua sa bukun ka je. Pra janë Medina, faleminderit për zemër. Janë rrjetet sociale, janë edhe dëgjall, janë edhe angel. Kështu që varet çysh e përdor. Nëse je dëgjall, dreq e përdor për të këqija. E përdor me përly gojën tënde, me bo video pa lidhje që i provokojnë njerëzit, që i bëjnë keq ndjenjave të njerëzit, ja prish emocionin, dashnin, respektin ndërnjerëzor, nëse e përdor për të keq, s'kemi çka mi u bo. Atëherë është TikToku është ndaluar, si çdo gjë që është e keqe është ndaluar, por ka dhe prej atyve që se respektojnë rregullat humane, njerëzore. E tash ne s'kemi çka me bo, ne nuk jemi perfekt, po mundohemi diçka me qenë njerëz të mirë, ne i kontribu njëri tjetrit, une me këto mësimet që veç po ju përcjelli, e ju inshallah i ndihmoni njerë vetës suaj, e pastaj edhe të tjerve, por normal TikToku është haram nëse e lën kohën e namazit, nëse e lën bukën pa shtëpi, familjarët pa bukë, nëse nuk shkon me punu, po gjithë ditën e lume rrin TikTok, normal që nëse e keq përdor, është haram, qëse nuk e keq përdor, është shumë sevap, sepse unë mësoj diçka për juve, ju për meje, ndoshta pak jo me pa disponume, hyme një live ku ka bisedat lira, ka ndoshta edhe këngë, e tjera, arri, faleminderit arri. Kalo Medina Ari, ju lutem kaloni të TikToku i ri, se tash do ta ndali këtë vjetrin. Hajde ju lutem, se me dy jam të fort. Njerë knina. Okej, që të shka ka të pranofta gjërimin, non just mi. Faleminderit edhe juve, Zoti ju pranofta gjërimin, inshallah në namazin e Bajramit, ju ka vullos Zoti veprat e mira, sepse çka po të ndodh me Iranin, peshini në për video, sti çka po ndodh, po nuk po ndodh mirë, as me Iranin, as me Izraelin, as me botën. Allahu ja dhash sabrin atyre nonave amerikane, nonave muslimane, nonave izraelite, ja dhash Zoti sabrin, durimin se nuk është mirë, lufta për kërkon nuk është e mirë, po inshallah Zoti Gjelshanu ja i vedison ata njerëz që po këtë lëshojnë pen, si njëri si tjetri, ta përkrahin drejtsin, sepse për ndryshe Zoti është me të shtypurit. Pa marrë parasysh që ti është marrë drejta, mirë po nëse je i shtypur, Zeynep aleikum selam, pa tjetër se Zoti është me të shtypurit. Princa ashtu është, po do të del, inshallah është koha e ardhjes së Imam Mehdiut edhe Jezu Krishtit, Isës alayhis salam, edhe atë rendin e ri botëror që e mendojnë ata flamur kaltër e bardhit, flamur kaltërtit,
atë rendin e ri botror që e kanë përpilu me strategjitë e veta djallëzore, mos t'ja përmendim emrin se po shkojnë po ma mshelin laptopin, këtë TikTokun. Është koha e turbullt. Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, thot, në kohra të turbullta, sidomos tek vendi jon, vendin ku jeton, se bota është e madhe, na s'kemi kur një shfar mundësie mi ndihmu një populli që janë 90 milion banor, një populli që nuk i frigohen vdekjes, po i gëzohen vdekjes, sepse ata nuk kanë vdekje, sepse shahidi nuk vdes. Neve na met vetëm me justifiku krimin apo të shtypurin. E valla, aje që ka e justifikon krimin, aje mundët me qenë vetëm naj zemër krimineli. Princ Gashi, pa tjetër do t'ju pranoj vlla i nderuar, por më duhet të filloj me një ligjerat një 40 minuta, e pastaj deri në ora 1 do t'jemi bashk, kush dëshiron, bashk bisedojnë. Ari pyet Sultan Nevruzi. Sultan Nevruzi është me 21 mars. Pra është një fest e persianëve, e iranianëve, dhe një fest e pasuesve të ehlibetit që janë në tarikate. Pra, sikur se na që kemi pas ma përpara verzat i thonim, pra që fëmija shkonin me mjell, me mbledh lule kakureka i thëshin ato lule mimoza, ato ma të rejat, edhe tek populli iranian, Sultan Nevruzi është fest shumë e madhe, që ka të bëj me ditëlindjen ka të bëj me pranverën. Mirë po, veç pak? Mirë po, të na në Kosovë, përveç ditëlindjes kësaj festës së pranverës, të na e kanë edhe, këtu e kanë fut edhe ditëlindja e Imam Aliut, me të cilën unë nuk pajtohem, sepse historia e thot që Imam Aliu ka lind 600 vite dikund pas Krishtit, pra në vitin 599, ma saktësisht do me thënë një 8 vjet para se me zbrit shpallja, pra ka lind me 13 Rexhep, apo me 23 Hijri, po jo me kur s'ka qillu në Ramazan, në Bajram, kësa herë ka qillu në Bajram. Mirë po, ato shejhat e kanë ato llogaritjet e tyre, ata thonë që është edhe ditëlindja Imam Aliut, por kur s'ka qillu me qenë edhe Bajrami edhe ditëlindja. Por, prandaj është pak diskutabile kjo datë, po si do qoftë, të na, Sultan Nevruzin e numrojnë si ditëlindja Imam Aliut dhe pranverës, dita e pranverës. Ndërkaq në Iran nuk e numrojnë si ditëlindja Imam Aliut, po e numrojnë vetëm dita e ringjalljes së natyrës, pra dita e pranverës. Kaq. Edhe bëjnë festime shumë të mëdha. Po, Imam Aliu është ditëlindja e tina që ka lindur në Qabe. Po, i vetmi është person që ka lindur në Qabe. Imam Aliu. Ju lutëm bëni 7300 i kom, jo të TikToku i vjetër, po të kiri ju, bëni tap, se kadal, po ja fillojmë, e kemi një ligjerat shumë interesante, për ndryshe do të flasim për surën Nisa. Surja e grave. Zotëria këtu pyet, dili kush është Imam Aliu? Imam Aliu është njeriu i parë pas profetit Muhammed. Përndryshe është imam, nuk është pejgamber, nuk është profet, po është edhe imam, është edhe personi i parë që e ka pranu
se ka pranu fen islame, po ka lind me islam. Dhe për ma gjansisht, unë i kam bërë disa video, vetëm shkoni në kanalin tim në YouTube, Iqbale Huduti, shkoni të playlisti dhe aty shkruan Ehli Bejti. Për ndryshe mund të më ndiqni edhe në Facebook Iqbale Huduti. Pra aty unë gjithmonë krejt videot, krejt informata që ka i kam aty i postoj. I postoj në Facebook, e pastaj Facebooku ju lidh me YouTube-ën. Por, ju preferoj, kur shkoni në YouTube, te kanali im, gjithmonë shkoni te Iqbale Huduti dhe në playlist e shtypni për shembull, Ehli Bejti, nëse t'intereson, familja e profetit, këshilla martesore, lutje, mësime islame, psikologji, këtë që po e lexojmë tani, Kuranin e gjuhën shqipe, e tjera, të gjitha këto i gjeni. Për ndryshe do të flasim për surën Nisa, e cila është shpallur në Mekë, në Medine, e cila trajton shumë tema të rëndësishme, tani do t'i tregojmë për drejtësinë shoqërore, për të drejtat e grave, e tjera. Për ndryshe të nderuar miq, unë kam marrë këtë si një angazhim timin me gjithë dëshirë, që ta lexojmë Kuranin e shenjtë në gjuhën shqipe, dhe në fillim në gjuhën arabe. Për ndryshe, Kurani i ka 300 flet. 300 flet. Nëse ne i lexojmë 30 pjesë të Kuranit, që janë nga 10 flet, 10 flet në ditë na marrin kohë 30-40 minuta, varësisht sa e lexoni shpejt dhe sa ndaleni për ta kuptuar një verset, një fjalë të Zotit. Pra, për 30 pjesë të Kuranit, ne i lexojmë për 30 orë. Pra, një pjesë e Kuranit i ka 10 flet, 10 flet lexohen përafërsisht 30-40 minuta, hajde një orë po e bëm, mas shumti, nëse pak nalemi me meditu. Prandaj, urdhëri numër 1 i Zotit ka qenë Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo në emër të Zotit i cili të ka krijuar. Nga kjo kuptojmë se ne këtë këshill të Zotit e kemi edhe urdhër nga Zoti. Pra Zoti nuk ka thënë çu fale namazin, çu jep zekat, çu shkon çave, çu vendose shamin, çu ato, çu këto, nuk ka thënë Zoti ngritu për ato, por ka thënë ngritu dhe ikre, lexo. Prandaj leximi është lloj ibadeti, sepse çdo urdhër i Zotit që Zoti të urdhëron, ajo është ibadet, që do me thënë adhurim. Pra edhe puna janë 70 lloje të ibadeteve, edhe puna është lloj adhurimi. A erdhi Maca? Erdhi Maca. I love you. Edhe se u brengosam, ka dal Maca jashtë, edhe plus 7 zone kom, po shkon po mi bon ato kutelet jashtë e u brengosa, u gëzova, o Zot sa mirë. Prandaj, unë ju preferoj të dashur miq, mos lexoni libra tjerë, romane, ku ta di unë, psikologjie, gjëra tjera, qofse nuk e keni lexu Kuranin spaku 3 herë. Një herë merre lexoje Kuranin, librin e Zotit, sepse për këto ke më u pyet e Zoti. Pra, merre lexoje Kuranin nga 1 orë në ditë, 30 pjesë, 30 ditë, 30 orë. Kjo është mrekulli. Pra, për 30 orë, ju po e lexoni fjalën e Zotit. Prandaj, sa herë që lexojmë, çaq më mirë na ndriçohet mendja jonë.
Dikush mundet me thonë që nuk po e kuptoj, është shumë e vërtet, sepse Kurani nuk kuptohet thellësisht, por sipërfaqësisht mund ta kuptojmë Kuranin parën herë. Dytën herë kemi thënë, ua, këto të duket se hiç se ke lexu kurrë atë pjesë. Dhe tretën herë Kurani fillon me të folë ty. Gjeje veten tënde te Kurani. Shpeshherë kur jeni në dilema dhe s'po dini çka me bë për një problem, për një punë, ju lutem bëni tap, bëni like, zemra, që të dalin sa ma shumë këtu të njoftohen, juve nuk ju kushton kur gjo, vetëm pak gishtin që e luni. Dhe ku e pata muhabetin. Pra, ibadet. Kurani është ibadet. Pata shumë një mendim me rëndësi. Aha, dhe Zoti do të na pyet për Kuranin, ose kur kemi një dilem, edhe s'podim rrugdalje s'kemi, s'podim çka me bo, na ka kaplu një problem i madh, edhe ose sot po shkon për një intervistë pune, po shkon për një biznes, po shkon për një fejes, për një sen, e merrni Kuranin, lexoni salavat, Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed, edhe lexoni prej Kuranit surën Fatiha, Elhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Edhe hapni Kuranin. Dhe që aty ku e hapni, aty të tregon diçka që të përshtatet ty. Për shembull, e keni ide, jo që të përshtatet, po që të lajmëron ty se nëse e bën këtë punën, ti duhet me komentu çka ka dashur Zoti me të thonë me qatë faqen, apo me qato versetet e para të librit. Për shembull, hajde unë e përbëj për një rast temin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. A veshin për qëtë muradin, qëtë dëshiren që e kom? Bravo. Ju krijoi prej një njeriu. Zoti po më thot mu, Iqbal, për qëtë dëshiren tënde që po mendon atë realizohet, ajo, po më thot Zoti, ju krijoi prej një njeriu. Kurse prej ti krijoi shokun e ti për jetë. U kry! Keni një lajmë të mirë, mas pa kohë, si pas kësaj, mu realizu, gëzova shumë. Edhe aji juve ju ka dhënë 8 çifte kafshësh. Do me thënë kafsha, në këtë rast është, falinderit me dina, është begati diçka. Lopa për shembull, ta jep mishin, ta jep qumshtin, ta jep lëkurën, e tjera. Edhe juve ju krijon në barqet e nënave tuaja. Opa! Edhe një lajm i mirë koka, për këtë si një shej e mirë, për qëtë gjanë që jom të mendu, a do bëhet, as do bëhet. Gjanush! Edhe juve ju krijon në barqet e nënave tuaja. Krijes pas krijese. Mo shumë shenjat mira po mirë, njëra pas tjetrës.
në 3 mbështjellës. Mashallah. Po të regon diçka për çifte e për shtatzënsi. E keni kuptu pak ku është puna. Se kemi e vlat me martu e pa martu. Ikbale, nëse ka mundësi një pyetje për punë të kësajna Muharremit, çka është kjo? A është për çka? Po. Muharrem është muji i pari vitit muslimanëve, hijri, sikurse na që kemi janarin. Dhe në muajin Muharrem, me një Muharrem, pra një janar, si me thonë, deri me 10 janar, ma të mirit, e si përfaqës së tokës, nipi i profetit, me 72 persona që kanë marrë rrugën me emigrimit e shpërnguljes prej Mekës, Medinës në Çerbela. Dhe këtu ata kanë vujt shumë për me rujt qatë islamin e vërtet, burimor që thash prej ehlibetit, familjes profetit, dhe ky 10 ditët e Muharremit janë ditët e përkujtimit, ditët e zis, sepse i kanë masakru, sikur na që e kemi ditët kur Adem Jasharin me familjen e vet e kanë masakru, e kanë mbyt edhe familjen e profetit, gjithashtu në këto 10 ditët e Muharremit krejt meshkujt ja kanë mbyt, 72 veta, me gjithë Imam Hysejnin, vetëm një mashkull ka met prej familjes pejgamberit, njësoj si familja Adem Jasharit, veç një djalë mbeti. Dhe kështu këto janë ditët e përkujtimit të dhimbjes, të humbjes madhe që kanë bo musliman që e kanë mbyt familjen e pejgamberit. E kush i mbyti? Kush i vrau? Kush i masakroi? Kanë pas Khalifja Jezidi, që thëjmë na, Jezid e Jezid. Ai ka qenë djali i Muavis, shokit ma të ngushtë të profetit. Dhe normal që ata ka dasht Imam Hysejnin, i ka thonë se ai ka qenë halife, mbret ka qenë, shëndet Luan, mbret ka qenë, edhe i ka thonë, o nipi i profetit, ti duhet mu me mu besatu, sikur Obama, sikur Trumpi, kur e japin besatimin para Biblës, para Kuranit. Ti duhet mu me mu besatu se unë jom khalifja jote, mbreti jote. Ky thot unë, a e ka pa, thot ti e ke shkatru fen islame, fen e gjyshit tem, edhe ti po kërkon prej meje që unë ty me ta dhën besatimin, thanë që se qashtu ka me të feja islame në durët e tua, sa i tanë kohën pike, tanë kohën ka pas harem, thot, unë thot po heki dorë prej asaj feje. Dhe kështu Imam Hysejni, për mos mu bo gjakderdhje të qabja, a i mlodhi gratë, familjen e vetë, gratë, fmit, burrat, edhe ja do shok të dashur, po ma shumë familja ka qenë, edhe tha, hajde na po shkojmë në Çerbela, në Irak, sot ku përkujtohet gjdo vjetë matemi, i thënë. Edhe u nis për Çerbela, po jo me luftu, po që ky mbreti Jezidi ja ka dërgu 12.000 ushtar dhe kanë luftu një dit prej mëngjesi deri në vaktin e drekës i qindis 7 tetor, 12.000 ushtar me 72 burra e fëmijë. Dhe ka me gjallë vetëm një nipi profetit, Zeynel Abidini. Vetëm ai ka me gjallë prej meshkujve. Dhe ai u ka kthy mandej prej Çerbelas me gratë e veja, që u bon për një ditë gratë e veja, krejt 48 gra janë kanë, u kthyn këto në Mekën Medine, vetëm një djalë i meti prej familjes profetit, Zeynel Abidini, imam, dhe kështu pra e kanë myt muslimanët. Muslimanët e kanë myt Imam Hysejnin, familjen e profetit, për fat keq. Sepse Imam Hysejni e ka rujt, ka dasht me rujt fenë e Zotit, që she ka rujt se me gjak ruhet vendi, si Adem Jashari, me gjak e ka rujt historinë e popullit shqiptar, kosovar.
edhe shqiptar, luftën. Edhe Imam Huseni me gjak edhe me shpirt të 72 vetave antarëve të familjes profetit, e ka rujt fen islame. Iqbale, e pse në për xhamitë e Kosovës, në për Bashkinë Islame në Kosovë, nuk përmenet familja profetit, do me thonë Aliu, Fatimia, Huseni, Hasani, nuk përmenen fare. Për çfarë arsye? I nderuar, shiko, përmenden shumë rrallë, edhe përmenden me 4-5 tregime. Tash të kish fitu Miloševići, një comparison për bëj, një krahasim. Çka kish thënë për familjen Jashari? Kish thënë familja terroriste, apo? Po s'ka fitu Miloševići edhe na ja kemi ngrejt zonin. E në atë ko, Jezidi jo kanë bret, ka shku koka, ta kanë prej gjuhën. Kanë thonë, e mytëm na familjen e pejgamberit, e mytëm, edhe më shilën e gojen, e të harrohet kjo histori. Baba i Jezidit, Muavija, që këtu në për xhamia, i thënë, radi Allahu anhu, Zoti qoftë razi, që shmëre qoftë razi e ke mytë babën e Husenit, se dhe aty pa edhe baba Husenit u mbyt, do më thënë, Muavija, me sundimin e ti edhe të djalit ti edhe nipit ti, ka 20 vjetë e kanë shajt, e kanë fy, kanë shkrujt gënjeshtra, hadithet rreshme kanë shkrujt, vetëm kunder familjes pejgamberit që mos mjoni zoni që këta kanë vdek për islam. Sepse islamin nuk e kanë dash. E tash, atëherë në atë kohë, Muavija 20 vjetë e ka shajt familjen e pejgamberit. Dhe kjo i ka met, në për librat e tyve i ka met, por nuk kanë guxu me fol për ehlibetin mirë. E tash këta hoxhallarët, tash pi vjen vështirë me pranunit vërtet se, o zotni, ti nuk je fajtor, pse ai Muavija para 1000 vjetëve, 1200 vjetëve e ka myt. Po ti nuk je fajtor, edhe na nuk duhet mu grind për shkak historisë, por ama dë vërtetën duhet me tregu. Këtu nuk e tregojnë dë vërtetën sepse janë punëtor të Bashkësisë Islame. Edhe shumë veta e shesin dituninë e vetë, shesin fenë e vetë për një rrogë. Se me bo me tregu të vërtetën, që shë ka tregu Drilon Gashi, kur ka folë për Qerbelan, e kanë qitë prej xhamis. I kanë thonë, nuk është tradit me folë për Qerbelan. Do me thonë, një e vërtet e Adem Jasharit edhe Imam Husenit nuk duhet mu dit. E tash këta hoxhallarët po mendojnë se çaj Muavija, atëherë që e ka thonë nuk bën me folë për familjen e profetit, këta hoxhallarët po mendojnë se Muavija ka mu qu prej vorrit, edhe kam i shajte, kam ja prej gjuhët, kam i myti. Jo, mëre zot një folet vërtetën. Edhe unë s'kom mund me folë vërtetën. Deri sa kur kum dal për burgut, edhe kur më ka ndru jetë djali madh, 32 vjeç. Edhe kum thonë bolma, du me dal me tërgu të vërtetën, ama jo mi shajt, jo mi përqa. Dikush thot po bën përçamje. Jo mëre unë nuk poj përçamje, nëse e tregoj një të vërtet që ti e din që është e vërtet si hoxh e nuk e tregon. A ti tjetri që është ignorant, ai çdo send që se ka ni, por është e vërtet, ai thot jo ti po rrenjsh. O zotni, ti se ke ni, se ke dëgju, se ke lexu, a i ke lexu librin e Ehlibetit? Jo. A i ke lexu Kuranin? Në Kuran e ki Ehlibetin. Se ke lexu, se e përdor Kuranin. Shumica nuk e njohin Ehlibetin. Nuk e njohin, unë e falenderoj Zotit që po ma jep që të shnetin, edhe boll po më luftojnë, ma kanë... Se këtyne, Oje Iqbale, këtyne u ka shtin kry Shefqet Krasniqi, Sadullah Bajrami që ta terroristat, ja u kanë shtin kry që familja profetit janë në rrugë të gabume, nuk bën me shku me ta, se nëse shkon me ta, ata janë në rrugë të dreqit, apo den,
devijum. Ata shiko, folin për ehlibetin, po jo për ehlibetin e Kuranit. Se ehlibeti është 5. Nuk ka gra aty. Nuk ka gra të profetit. Se ehlibeti shkruan në Kuran 33, janë profeti Muhammed, se s'ka familje të profetit pa u kanë profeti. Profeti Muhammed, vajza ti, Fatime të Zehra, Imam Alia, Imam Hasani, Imam Huseni, 5 janë. Edhe kjo vallahi, billahi, shkruan qëtu në për librat se unë jam edhe suni edhe shia jam. Nuk e fshehi. Po ato janë orientimet e mia, se unë prej qëtyve mësoj. Qëtu e shohun e të vërtetën. Ku ta qeli? Që vdekja e profetit. Shumë e dhimshme. Që shka vdek profetit. Që shë kanë helmu. Po që kjo është, që s'ja kanë dhënë lapsin me shkrujt testament pejgamberi. Që rasisht e qela, që kreu i 83. Po këto, pse profetit që ka që keq me vdek, me ndru jetë, pse ka që keq? Pe lyp njeri, baba jem me lyp, o ma jep një thot një laps edhe një letër, se e ta shkru në Alia o kon aty edhe Aisha, gruja e ti, e ta shkru në testamentin, qohët shoki profetit, që tu të librat e sunive, që une jam edhe suni, thash, edhe shia. Tu shkrun, thot lene mërë tha, se ajo është profeti, është ta ka vdek është, edhe është në halucinacione. A di shka është halucinacione, pi dokët. Më trept ka prolli. Po, e thot neve na mjafton Kurani, që shmore na mjafton Kurani, pejgamberi Allah pa dhon shpirt nuk pja ndëgjojnë fjallën. E për kupton? E une kum dalë mi thonë që të vërteta, normal që jam e rezikume, po une vdekja thot edhe nëse fshiheni në për kështjellat e qeliktat gurit, vdekja kam jo ardhë. Prandaj, une s'kam qef me bo për qamje zotin në rujt, sepse unë këtë familjen e kam sunite. Jo, po drejtën, me thonë drejtën. Ama me tregu një të vërtet që ti nuk e din, për shambull, s'po thëmë për ty, po më përgjësi, me tregu një të vërtet që unë e di, e ti ndoshta nuk e ni, nuk do me thënë që unë e po rrejnë. Se këtu, qofse s'ka thënë hoqë shefsheti edhe se dullahi e filoni, krejt këta tjere, qka folin këta po rrejnë. Mo bre se zbon ashtu, se djetarë ka të mdhaj në përbot. Iqbale, Kjo thotë Benjamin Jahu, mos rrejnë mor, se thotë Sedullah Bajrami që mos mi dasht, bashkë mësimet e Alis Hasanit e tjo. Zotri Benjamin Jahu, veç të hapi që të filterin, se filteri këtu, nese s'po del. S'po mundi me hap filterin. Benjamini po thot, ty po thot, zotni, mos rrejnë po thot, se s'mpe qeli filterin, mor se thot Sedullah Bajrami që mos mi dasht bashkë mësimet e Aliut Hasanit e tjera i marin. Zotri, me dasht dikant, me dasht pejgamberin, ti duhet edhe me dëgju pejgamberin. Edhe me dash dikond, edhe mos me dëgju dikond që është i dërguar i Zotit, nuk ka logjik. Ajo dashni kret na kemi, po dashni sa e njef ato edhe sa e justifikon njerëzit që e kanë mytë e hlibetin. Se me dash na kret e dojmë, po ama mos i thoj, Jezidit e Muavis, Zoti qoftë razi, se qaj Muavia e ka mytë Alin. E që është me dasht, unë e një person që ma ka mytë mu e hlibetin, ajo veç palavra, veç ja do fjallë që aty i din edhe kaq. S'mund është ti edhe me dasht Adem Jasharin edhe me mytë. No. Ka është e hlibeti po Iqbale, për punën e... Veç pak, të lutëm spitali. Zotri që shëpat e emrin se fali. Shaban. Shaban, bravo, egzof Shaban. Po thot qka është e hlibeti? Grinsol, ehli do të thot pronarët. Bet shtëpis. Cilës shtëpis? Shtëpis e profetit Muhammed. Pra, në surën 33, ajeti 33, e sheh emrin familja e pejgamberit, apo arabisht ehli beti. Por, keni ligjerata tepër të mira,
me ditë për ehlibetin, me ditë, mjafton veç me ditë në kanalin tim në YouTube, këtu në bio të TikTokut, veç shkon e shtyp aty, tërk e shtyp YouTube kanalin tem, Iqbale Huduti, aty shkon të playlist dhe aty shkron ehlibeti. Pra, shtype të playlisti, ehlibeti I kinja 50 epizoda për ehlibetin. Të parën, dytën, veç me ndëgju të mjafta. Se është teme gjatë. Po, ehlibeti as njani nuk ka ndëru jetë me kryen jashtëk. Imam Alin, profeti Muhammed, thuhet se ka pas helmin. Thot, të ndëru jetë, thot, ala pe një helmin në dhamë të mija. Kjo shkruan të librat edhe synive edhe shijave. Se unë të dyjat jam. Edhe shia jam, edhe syni. S'mundi me nda për Do me thonë Iqbale që këtu ka marrë pjesë edhe Aisha. E ka... Aishës ka qenë aty, po Aishës ja kanë qitë shumë hadithet rreshme, se është ka qenë grua e mirë, nuk ka qenë prej grave të këqija. Po për shembull kanë thonë që Aisha e ka thonë kështu, a këto librat janë shkrujt 200 vjet mas profetit, mas I ka ndru jetë, edhe kanë thonë Aisha, a më ndosha Aisha hiç nuk e ka thonë, a përgëptan. Prandaj, na duhet mi besu haditheve që ka thënë pejgamberi vetëm sa përputhen me ajet kuranor. Kaq. Jo mi marrë gatshme, këtë hadithet mi marrë gatshme. Çfarë mendimi kitë për këtë Buhareun që thotë profeti Muhammed është martu me Aishën 6 vjeçare. Ajo I bjen që profeti Muhammed pas ka qenë pedofil. Ma kitë se pedofili. 50 vjeçari e pas ka qenë, e ka marrë vajzën 6 vjeçare, e ka hek prej kukullave, shiko, ka qenë të lujt Aisha me kukla e pas ka përdore. Që tu shkruan. Por, djetarët nuk pajtohen. Sepse, unë I kam këtu 10 libra të haditheve, se I përdori çdo ditë, e kam punën qashtu. 10 libra, kur I kom lexu në këto jam befasu, por kur kom studiu ma shumë, Aisha ka qenë 18 vjeçare, plus para si mu martu me profetin Muhammed, ka qenë e fejume të tjetër kush. Po si ka pëlqy muhabeti, mande u ka nda, edhe u ka martu për profetin moshën 21 vjeçare. Do me thonë, kur Merjem Lumi keni dëgju, ajo është teologe, e ka kry fakultetin për hoxhanesh. Unë shkollën e mesme kom kry, medresën jam mësuse e Kuranit, ajo ka qenë me pozit më të madhe se mu, me shkollim, më të madhe se unë, por nga aspekti synive, për ehlibet kur s'ka fol për ehlibet, Zoti ja falë. Që se ka pas dituni edhe s'ka fol, ajo ka me dhënë përgjësi, po kur fol ke diçka unë I shkryshëm për ehlibetin, thëshëm fol be Merjem, I shkryshëm as nuk ma lexoj ke mesazhin, po Zoti inshallah ja falë. Dhe Merjem Lumi, si një teologe që ka qenë bashkëpunëtore, kolegi ka pas o gjallart e Shqipnis, kur ka dal ajo me laps, me marker, me tabel të bardh, edhe kur I ka tregu me historiografi, me statistika, sa vjeçare ka qenë kur u ka martu, kur u ka feju, qysh e ka lidhat kohën, kur ka thonë që moshën 19 vjeçare, është feju 18, është martu 21, asaj e në gjujt, krejt, hoxhalart, sa që besoni, I kanë bo edhe çrregullim të identitetit. Gruaja ka qenë krishter, është kthyr në Islam, ka studiu Islamin 8-9 vjet, ka studiu Islamin dhe më në fund shkon e hek shamin edhe e tjera mos të hingjuna dhe qëta pse I ka thonë disa të vërteta, I ka prek hoxhallarëve se qysh ja banën kurthën, e qitën edhe qafire I kanë thonë. Ajo tha, unë I besoj Zotit, tani që kum hek shamin, e tjera. Po si do qovë, Zoti ja falt, inshallah tash po vedisohen edhe hoxhallarët, që duhet me tërgu të vërtetën, sepse për ndryshe kanë me tërgu para Imam Mehdis.
Po atëherë ka mu bo vonë. Atëherë ka mu bo vonë. Edhe priftat kanë me tregu të vërtetën para Jezu Krishtit. Sa i ka me pyet, ka me mbledh këtë priftat e botës, para qabës. Kur të vjen Imam Mehdia dhe Jezu Krishti. Madje është shumë afër. Dhe simas rrethonave çush është situata e tjera e tjera. Jezu Krishti ka mi mbledh priftat. Ka mi thonë, pse më keni bo djali i Zotit kur unë isha vetëm i dërguar i ti? E çka ka me pyet? Imam Mehdia, që është imami i 12, që e besojnë edhe sunit edhe shia. Të gjithë e besojnë që ai ka me ardhur. Shqyqër Zotit këtu jemi bashkë. E ai ka mi mbledh krejt hoxhallartë. Hoxhallartë e Kosovës, Shqipënis, të Afrikës, të Amerikës, aty këtu, krejt, disa, jo krejt ata të veçlit, po që ato kokat e mdhaja. Edhe ka mi thonë, o ju hoxhallar, i keni pas Kuranin dorë. Pse ma keni deviju fejnë e gjyshit tim Muhammed? Kjo ka me pyet. Prandaj, që tha zotnia, edhe ata flasin për dashni. A din sa flasin? Ja 3-4 fjalë, ja 4-5 tregime. E nuk flasin se qysh e ka dhënë gjakin e çfar heroi ka qenë Imam Alia, çfar heroi në Kerbela ka qenë Imam Hyseni, që mos kish ndru jetë Imam Hyseni, mos kish ra shahid Imam Hyseni, na sot s'kishim ditë kur gjo për Islam, sepse e ka deviju Muavija, e ka deviju Jezidi. Prandaj, Zoti na falti inshallah. Do me thonë Iqbale që profeti Muhammed Alin e paska bu trashëgimtar për udhëheqjen e Islamit. Edhe këta janë qu, i kanë vra. Zoti e ka bo. E ti Allahe dhe ti u Resul. Wa uli l'amri minkum. 4:59. Surja 4:59 ajeti. Bindjuni Allahut, bindjuni profetit dhe bindjuni atyre që ju japin urdhra, që ju udhëheqin. Se Imam Alia ka qenë udhëheqës, lider, shpirtëror, prijesi i besimtarve. Ndërka që këtu janë ato ndarjet, edhe në Kuran ki, thot, Zoti kur nuk e len një popull pa pas një udhëheqës. Tash për shembull, muslimanët që janë pasus të Ehli Bejtit, e kanë pas Ayatullah Sejid Ali Khamenein, po këta tjerët nuk kanë. Këta kanë hoxhallar, të ndjekin ato, e ndjekin këta. Po Ayatullah Sejid Ali Khamenei, aje kur ta thot, ajo është i zgjedhur prej qindra mia hoxhallarëve, një prej më të mirëve. Edhe gjithmonë duhet me pas lider. E Po këtu vetëm është vrasjen e kanë bo për punë që nuk kanë dasht me pa Aliun udhëhec të Islamit, apo? që aty ka nisë për plasaritjet. Se prej një burë shteti e Imam Alia, e keni epizodat e fundit që i kumë bo, edhe dikush pyeti për Imam Mehdin, pra po ju tham, Iqbal Huduti, ju lutëm bëjeni subscribe, sa unë gjithmonë kom gati çdo 2 ditë qes video aty gjata e të shkurta, Iqbale Huduti në YouTube e keni, edhe shkoni te playlist Ehli Bejti. Aty ke zotni pyeti dikush edhe për Imam Mehdin, ki shumë ligjerata nja 7-8, që shka linde, tjera e tjera, edhe keni për Ehli Bejtin. Pra problemi është krejt e imamati edhe khalifati. Okej, Iqbal, prej punë tash po duhet të himu la, të përshëndes e dëgjohem. Faleminderit, natën e mirë. Ise Sokoli, vllai i nderuar, i ki ligjeratat një 7-8, ka 30, ka 40 minuta, edhe njerë për përsërisi. Shkoni ose këtu te bio e TikTokut, është aty një link www.hptt, vetëm shtyp në ato tëk, edhe ajo ju lidh te YouTube-ja. Ose shkoni te YouTube-ja, që tash edhe këtu po e qeli, Iqbale Huduti, dhe pa tjetër shkoni te playlist Ehli Bejt, playlist si falet namazi, playlist A jetë çdo zoti familja kanuni?
Po, është shumë njeri mirë, ta marim, zoti familja, po, kum pas biseda shumë njeri konstruktiv me ide konstruktive. Selam. Mirë se na erdhë. Aleikum selam, Franz. Si je, si kalon? Mirë faleminderit. Zonë. Deshe Ju si jeni, si kalon? me të pytë sinqerisht jo për me tendencë, ndoshta do mund duket ashtu, po kampanje video dhe se kam kuptu do të nëse është inteligencë artificiale apo e vërtet, sepse kam dëgjuar që ke boj një video që ke thënë se kërkoj dhe një gru tjetër për të ndarë bashkëshortin me atë, po domethënë, a është diçka e lejuar kjo gjë në fenë islame? Kjo ka qenë para 3-4 vite, veç nale se mikrofonin ke. Faleminderit. Nale. 3-4 viteve është dhënë kjo deklarata, por ko oferta për martes, shoqën teme, ku ndash mja bo burrit tem, nuk është bo, sepse para 30 viteve, Luan, po, 30 viteve, i ka pas kushtet e vështira, kum dasht me, buri ka dasht me martu, normal, nuk i kemi haram, po s'ka qenë kismet. S'është haram, është e lejume. A ka ndonjë referencë për këtë zonja Iqbale, domethënë, ai referencë që se kjo mund të lidhet edhe me zinan, le ta themi ndryshe, zina, pra imoralitet, apo jo? Jo. Martesa nuk është zina. Domethënë nuk hyn. Martesa është martesë, me 2, me 3, me 4. Pra domethënë nuk hyn ke zinaja kjo pjesa që ti domethënë ti shtosh i gru dhe 2 gra të tjera burrit ë? Jo, nuk është zina. Ajo është kurvëri. Zinaja është kurvëri. Martesa, zotëri. Sure Nisa, verseti 3. Nale mikrofonin. Sure Nisa, verseti 3. Kuran është, ju du se pas keni lexu Kuranin, atëherë dëgjojeni. Sure Nisa, e keni për martesat. Edhe diçka tjetër të lutem edhe të falenderoj për seriozitetin. Po nëse burri domethënë kërkon me i shtu 2 burra gruz, domethënë lejohet kjo për shemb burri thot. Jo. Ajo është nale veç ato. Ajo është kurvëri edhe është ndalume. Repsisht lutem Luan le të bisedoj. Edhe Zoti nuk e ka shkrujt do me thonë që një grue mundet mi pas 2 burra, po edhe nga aspekti sot që një grue me i pas 2 burra për 1 vjet shkatrohet. Shkatrohet 100%. Zoti e ka ditë pse e ka bërë 1 burr për 1 grue, edhe 1 grue për 1 burr, por Zoti gjithashtu e ka ditë që ka burra që kanë nevojë për me pas, kanë aftësi, kanë pasuni, i kanë disa kritere që i kërkon Kurani dhe e ka ditë Zoti pse e ka leju me 2, me 3, me 4, por thot prap për të qenë të drejt, mos me bo pa drejtësi ndaj grave, ma mirë për juve është 1 grue me pas. Por është e lejume 2, 3, 4. Por nuk është patjetër. A për gruen shkatrohet me njerë. Plus gruaja nuk mundet mi ditë ka i kujt është fëmia. Plus me psikologji, nëse baba nuk e nje fëmin, ai gjithmonë ka urrëtie të ai person, ka gjasa me mbyt. Do me thënë e ka vërtetu psikologjia, se unë mirëm edhe me psikologji. Diçka që ka Zoti nuk e ka kriju, nuk e ka thënë, në zguxojmë me bo. Po zotëri nderuar, moment. Zoti familjar, Po, që. Më falë, se që e hypa 2 herë ngrita lartë, po që prap doli. Do të ketë një arsye domethënë me ashtu burrit 1 gru tjetër, pra edhe për qef domethënë nëse burri ka teke. Jo, për qef nuk mundet, për qef nuk mundet sepse ka shumë kushte, nuk mundet 1 grue me 2 gra mi majt me 1 shtëpi, me 1 dhomë kurse si, mundet me pas edhe 1 grue tjetër, 1 shtëpi tjetër, 1 standard tjetër,
Ndoshta është i nevojshëm, ka raste gruaja nuk don me prish martesën, po ka ndonjë smuje, edhe i thot burrit, une jam e lumtur me ty, po une nuk kam qef ti me ba kurvni, me shku me ba Ka rregulla, nuk është për Ma shembull. mirë thot, Ka rregulla, nuk është se burri thot për shembull, po i du të dy gratë me i shtëpie, me i krevate, me gjithë. Ka rregulla pra, apo jo? nuk guxon. Mandej burri për me marrë gruan e dytë, duhet me marrë leje prej gruas, miratimin, jo lejen, se lejen ja ka dhënë Zoti. Po miratimin prej gruas, mi thonë gruaja ime, unë po du me marrë dhe një grua tjetër. Pse? Sepse ti s'po m'plotson. Aha, pse unë burri jem s'po të plotsoj ty? Sa herë m'ke pështyje, m'ke rrafe, s'm'ke tregu respekte, m'ke lon pa buke, m'ke mundu e send, m'ke shajt, veç me shajt, veç me raf gruan, normal që gruaja s'u ne plotson burrin. Ama nëse burri i thot gruas, gruaja eme s'po m'plotson ti mu, edhe une kam mundësin me marrë edhe një grue, atër ajo gruaja ullet, prit pakës, qka o puna qka s'pe plotsoj une këtë burrin. Ajo, si kur që e bëjnë muslimanët e sot, që pa u marrë vesh me gruan, shkon e merë gruan e dytë. Nuk e lejon kështu ehli bejti. Te ehli syneti po, as nuk e pyet gruan e parë, e gjen tjetrën, njere ka dashnore, s'po mundi familjari me të marrë. Njere ka dashnore, mande i thot e kam edhe një grua tjetër edhe prish familje. Ehli bejti thot duhet me pyet burri me marrë miratimin. Ndoshta kur ti thot burri gruas, gruaja eme s'po m'plotson, atëra ajo thot prit more se po m'shkon burri tjetër kund. Apo kupton? Por burri është manjak për shembull, nëse burri është manjak, ka për shembull shumë fantazi në tron. Nuk ose burri ngrehet tash mëngjes sot unë du 4-5 grase, du të bëj shef lloj gjojnesh në oj manjak në tronë, kërkon lloj pra. Duket Edhe për ato ka ilaç. Ilaçi për ato manjakin është, Zoti thot në Kur'an, martohuni të moralshmit me të moralshmit, pa moralshmit me të pa moralshmit, e lavirja me lavirin. E zotëri, nësa i burri është manjak, edhe mendon nuk i plotson kushtet e veta për një grue që ka, për një familje që ka, dhe shkon bën zina, kurvëri me gratë e tjera, atëherë gruaja mundet njëherë mja falë, mos po përmisohet. Nëse ai manjak i vetë që mendon veç prej belit e të poshtë, e nuk mendon me koke me zemër, atëherë gruaja thot më falë, zotniti shko, mare me rend, ndroj çdo natë, ama une nuk jam për ty. Une du të me rujt moralin. Nëse është nevoja për grue tjetër, që sot nuk kanë atë fuqi mashkujt për me pas edhe një grue tjetër, se s'din me majt qatë grue që e kanë, nëse është nevoja për gruan e dytë, e ti ke plotsu kushtet e tua, je qaqisjashëm, qaqfjalorin e mire ki, ajo gruja vetë ta gjen gruan tjetër. Vetë, garantoj. Të thonë besimtar. Unë të falenderoj sinqerisht shumë për seriozitetin dhe të admiroj për atë që je. Ndërsa dhe të pyes edhe këtë, në momentin që ki dalë në televizor, domethënë i thonë që kërkoj një grup tjetër për burrin, je ndjerë paragjykuar nga njerëzit që të njohin, domethënë ka ardhi kush thotë që je duke boca, dhe si e ndjerë në ato momente kur ti ki dalë? Jo, une nuk kam thënë kërkoj. Jo, ti ke thënë se unë kam gju videon tamam në televizor. Po, jo, nuk kam thënë kërkoj, se une ja kom gjetë burrit. Në që pakës, nole, une ja kom gjetë, apo kupton, une i kom thënë burrit tem që kjo shoqja jeme, e ngusht, është e ndame, ka pas fëmin, edhe i kom thënë burrit mere, siguroja një jetesë, se është e varfër, e tjera. Se kemi shumë asi, vetëm nuk kam kërku, nëse s'jam për me kërku, duhet me gjetë më të mirën, e kom gjetë, po s'ka qenë kismet, kur su ka martu burri jam, përveç me mu. A ka mundësi me ta dëgjoj këtu dishka, më prano të lutëm, o Dardani shqiptar, e mora jo Dardani, a i tjetëri nuk po mundët me hy. Mirë, Dardani hyni, po a i familjari nuk po mundët. O që?
Francit tuj në të A Francia ka mundësi me dalë se ndoshta e pas këmbon nga një. Falenderoj shumë edhe inshallah gjen naj femër sa më të përshtatshme me nda burrin dhe me u knaq bashkërisë. Jo, na jemi mjaftueshëm, jemi 60 vjeçar tash. Atëherë kemi qenë të ri. Falenderoj. S'ka gjë, ditën e mirë. Pse mare kështu kjo ka po? ty ka incizu i pale. S'ka dert punë e madhe. Të lutem. S'po di çka shkoj mare këtu hupi krejt kjo. Aha. Ajde zoti familjes shqiptare. Oh, e pas kom bo... Jo, dikush s'po mundet me hy, s'di pse une, se kjo është TikToku i ri, që Dardani dashti me hy. Find drop in, ok, start. Finding guests. Ok, mësë më shkon këtu 5%. Nuk po mundi me pranu. Qerit, mos i mëso qerit, ani bre lule. E apojes, vej. E opoje se ka kjo, qerit, mos i mëso qerit. O jemi vlog, unë jam 59 vjeqa, burja më 60, jemi mjaftueshëm njëri tjetrit, në rini kemi dasht me bo se vab, aj mos jo intereson ju, këqyni burrat e ju, sa si ju ka marrë tjetër kush. Hey, quick invades. What is this quick invades? No, my friend, I don't need quick. Këtu është... Që po folën kja e? Ona që po thosh? Që po folën kja? Ala është të shkrujta? Lene mos imitot, lutë, s'ka kuptim. Çdo kush për veti. Na do të me tërgu kulturën tonë. Go live and guest. Host challenges. Keep up that good work to get more rewards. Ju lutëm ma boni follow, boni like, hajde të lutëm, ta shpërndajmë live-in, kemi ko edhe, wow, niu pas ka kalu gati. Oke, hajde pe vazhdojmë. Valla zoti i familjes, o shqyqër, u bom duket. Që prapik. S'po di që durët s'jam të prej kur gjas di që ka pëndodhët. Nani veç një për se shumë është, për live shumë arga. Jo bre gjithë, ma në kanë dalë ka 5-6 edhe ti më së. Sa telefona i kita Aha, vetëm një e po. Nuk e di pse ai personi mundi me hyje e këtë tjetëri. Regensburg, hajde shko te baba jote, thuja që të fjalë. Hajde. Hajde zoti familjar, që s'ka shanse. Përsa po hynë edhe pra po dele. Aha, po me ndonë une me po thot me dalë edhe me hy. Po mirë po thot, po dashta 132 veta, jeni për 2 minuta kthehem. Kush ka dëshirë me vazhdu, të vazhdojmë. Edhe i lutëm, bani follow sa ma shumë. Ylka po thot, Ylza po thot, unë me dalë. Okej, bani follow, kjo është TikToku i miri, a i vjetri do të pauzoj, nuk jam duke vendos atje video. Hajde veç po hyje po dalë se kemi një defekt këtu, si mas Ylzës që po thot, se s'po mundemi... Telefona kësimizoje. Po veç një bre është. Si mas Ylzës këtu po të regon që po duka me dalë. Okej, që po shkoj me këtë telefonin tjetër. Ikbale Berisha, po të shkoj të Ikbale Official. Okej, go live. Go live. Këtë tjetërin, qëri as nuk e ka këtë pjesën për me dalë.